Të dielën më 2 nëntor, kur do të mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve lokale, nuk do të votohet në komunat Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhupë dhe Mavropë-Rostush, pasi në raundin e parë të votimit më 19 tetor nuk u arrit cenzusi minimal. Në këto 4 komuna do të nisë një procedurë e re zgjedhore për zgjedhjen e kryetarit të komunës brenda 60 ditëve, nga publikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale 2025, në përputhje me kodin zgjedhor. Sipas të dhënave nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor, në këto komuna, në raundin e parë, nuk dolën në votime më shumë se 1/3, 33.33% e votuesve të regjistruar, që është kusht ligjor që zgjedhjet të konsiderohen të vlefshme. Në Gostivar, pjesëmarrja ishte 33.31%, në Vrapçisht 25.18%, në Mavropë-Rostush 30.31%, në Qendër-Zhupë 21.49%, në bazë të nenit 132 paragrafi 2 i kodit zgjedhor, nëse në raundin e parë të votimit për kryetar komune ose për kryetarin e qytetit të Shkupit nuk del të paktën 1/3 e numrit të përgjithshëm të votuesve të regjistruar, e gjithë procedura zgjedhore përsëritet në atë komunë. Ndërkaq neni 132A përcakton se zgjedhjet e përsëritura për komunën përkatëse duhet të mbahen brenda 60 ditëve nga publikimi i rezultateve përfundimtare, dhe në këtë rast nuk do të zbatohet kushti për pjesëmarrjen prej 1/3 së votuesve. Kështu i gjithë raundi i parë i votimeve në këto komuna do të përsëritet, ndërsa procedura e re zgjedhore do të nisë brenda 60 ditëve nga publikimi i rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale 2025. Raundi i dytë i zgjedhjeve lokale 2025 do të mbahet të dielën kur do të zgjidhen kryetarët e 32 komunave dhe qytetit të Shkupit. Në raundin e parë të këtyre zgjedhjeve, kryetarët e komunave janë zgjedhur në 44 komuna.